Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe Evergreen Consulting dhe mundësohet nga Blej, shes, marr me qera, jap me qera, blok informuese, kontrata, transparencë, siguri, besim, pron, banes, lokal, patundshmëri, shtëpi, homesearch.mk. Përshëndetje dhe mirëseardhët në episodin e radhës të emisionit Momentum. Sot jemi në Tetov, në kompaninë iSolve me pronarin dhe CEO-n Burhan Ramani. Përshëndetje Burhan dhe mirëseardhë në emisionin tonë. Përshëndetje Bujar, faleminderit për ftesën dhe ti mirëseardhë në zyrat e iSolve. Mirë se gjeta, Burhan. Burhan, na trego pak çka bën iSolve, se kush është Burhani, si e filloi Burhani iSolve, ti lidhim pak një bisedë mes pinediave. Domethënë iSolve është një software development company, e krijuar në vitin 2018 në Tetov. Domethënë edhe pak ditë do festojmë 7 vjetare, domethënë në prill e kemi kriju. Kompania është krijuar nga 2 mërgjimtar të Tetovës që jetojnë në Zvicër, Enis Sulejmani dhe Arton Sulejmani, dhe në bashkëpunim me ata e krijuam kompaninë. Fillimisht kemi filluar në Tech Park në Universitetin e Evropës Juglindore, por pastaj lindi nevoja që të rritemi edhe të dalim nga Tech Parki, dalim në këto zyrat e reja. Super. Cilat janë ato sfidat Burhan si startup, se veçmo 2018, 2025, 7 vite, I keni pas ato sfidat si startup derisa jeni etablu mirë në market? Në fillimi ishte të krijohet ekipi, ne nuk njiheshim as në pronarët. Pastaj edhe ta, vetëm në besim e krijuam kompaninë, pastaj filluam gjejmë ekipin, derisa e bëm ekipin që na duheshte. E dyta ishte, gjetja e klientëve. E dim se tregu në Maqedoni nuk është se është shumë I zhvilluar në këtë drejtim dhe duheshte patjetër dalim në tregun evropian. Edhe pse investitorët ishin nga Zvicra, por përsëri ishte një problem që tu tregojmë se kemi kapacitet dhe të na besojnë klientët e jashtëm që mund të zhvillojmë projekte këtu tek ne. Dhe e treta ishte financimi, ajo që për 7 vite ne mburremi ose nuk kemi marrë fonde nga jashtë. Çdo gjë është bërë me financimin tonë, po. Edhe besoj se këto ishin 3 ato kryesore që na bën që të kemi vështirësi në fillim mirë, po I kaluam dhe tani besoj se jemi shumë më mirë. Tash më kujtoi fjala që ka Zvicra më shumë se Tetova, po. Domethënë ja u dëshmojmë edhe në Zvicër se një programer prej këtu, prej Tetov, prej në Maqedoni, mund ta krije punën ndoshta shumë fish më mirë se një programer atje në Zvicër. Domethënë kemi kapacitete burimore të njerëzve, këtu kemi studentë shumë të mirë që ne kemi treguar jo vetëm kompania jon, po këtu në Tetov edhe në Maqedoni ka shumë kompani që bashkëpunojnë nearshoring, me kompani nga Evropa. Dhe kjo është ajo që mburrimi ne, se kemi kapacitete njerëzore që mund të bëjmë punë të mira në Evropë. Super. Kohës fundit keni qenë edhe pjesë e hakatonit të organizuar nga Komuna e Tetovës me disa fondacione të ndryshme. Keni zhvilluar një produkt asistenti digital për qytetarët, apo? Po. Mund na tregoni më shumë lidhje këtë produktin, si do ju shërbej qytetarëve? Për çka mund ta shfrytëzojnë qytetarët? Nga ajo që ne vetë kemi vështirësi në jetën tonë, kur shkojmë komunë, vetë me kolegët kur ulëm bisedojmë se çka mund të bëjmë për këtë hekaton, e pamë se kur shkojmë komunë kemi probleme që nuk mund t'i gjejmë. Komuna ka disa zyra, administrata është stërngarkuar dhe nuk mundim t'i bënim punët tona t'i kryenim shumë më lehtë. Dhe e mendojmë, pasi AI-ja është ajo që sot ndikon në botën e teknologjisë, po edhe botën normale, reale. E mendojmë që të bëjmë një chatbot që do të implementohet në webfaqen e komunës së Tetovës, por edhe si aplikacion nga komuna ose nga ndonjë institucion tjetër I komunës, që njerëzit aty do të mund me ndihmën e AI që të kupton edhe gjuhën letrare, por edhe gjuhët lokale që janë, por edhe gjuhët tjera përveç shqipes, maqedonisht, turqisht e gjithçka tjetër, që do të mund t'i marrin përgjigjet e pyetjeve tyre, Kjo ishte ideja dhe para disa javë, u mbajt hekatoni, prezantuam, ishim njëri prej 4 fituesve
dhe të jemi në fazën e zhvillimit dhe të implementimit të aty aplikacioni. I bashkë ide që ju duhet jo veç qytetit të Tetovës, po shpresoj që të marrin shembull edhe komuna tjera, qytetet tjera ta shfrytëzojnë maksimum AI-n. Shumë faleminderit. Burhan, cilët janë qëllimet tuaja për të ardhmen? Qëllimet e iSolve-it, përveç asistentën digjitale që na e tregove tash, planifikimet për të rritur më shumë. Do të thonë, ajo është që të gjejmë sa më shumë klient nearshoring, ka që përmenda, do të thonë, të ofrojmë shërbimet tona nga Maqedonia në Evropë, dhe dyta është gjithashtu që ne mundohemi të krijojmë edhe produktin ton, që është një SaaS produkt, Konome quhet. Do thonë ajo për momentin është vetëm në tregun e Maqedonisë, që ndihmon bizneseve të vogla dhe të mesme që të kenë në kontroll gjithë shitjet, blerjet, menaxhimin e punëtorëve kështu me radhë, dhe duke marrë përvojën që do e kemi nga tregu i Maqedonisë, ta nxjerrim të njëjtin produkt në tregun evropian. Do thonë këto janë dy fokuset kryesore të kompanisë tonë, dhe me ata do ketë edhe fokusin e rritjes së numrit të punëtorëve. Super. Maqedoni, Zvicër, e bëm një lidhje, Evropë. Burhan, sa është sfidë për ju brain drain, ikja e trurit, ikja e të rive? Me një aspekt, këtë punën që e bën ju e shoh sikur diçka heroike. Se tash ti i ofron një trivit, mos shkon në Gjermani apo në Zvicër punësh, pa hajde puna prej këtu me kushte gjermane. Mirë po sa e keni problem si kompani ta parandalojni, ta them këto, apo sa përballeni me brain drain, me ikjen e trurit? Po, domethënë kjo është një problem i gjithë Maqedonisë, domethënë, po edhe në tregun tonë, edhe në tregun IT-s është një problem, domethënë shumica e të rinjve domethënë kanë mendimin ose vetëm se veprojnë me atë mendim, domethënë largohen nga vendi, dhe kjo është një problem. Ne mundohemi që me kushtet, domethënë ambientin punës, domethënë mundohemi që të ketë edhe remote, edhe në zyrë punë, domethënë me rritjen e benefiteve dhe rrogave, që të mundohemi të tregojmë se edhe këtu, domethënë mund të punohet me njëjtat kushte si janë jashtë të shtetit, dhe të jetojsh në vendlindje dhe të veprosh në vendlindje. Mirë po është vështirë, domethënë duhet ndihmë edhe nga institucionet shtetërore, që për momentin nuk e kemi. Domethënë siç e theka ne për 7 vite, domethënë nuk se kemi pat diçka investime nga institucionet shtetërore, por mundohemi që me mundin tonë të bëjmë mirë në këtë vend. Burhan, faleminderit shumë për këtë bisedë, faleminderit që ndajtë kohë, duke e parë se sa të zanat jeni me projekte me xhanja. Shpresoj të shihemi sukseset e tuaja të radhës, inshallah jo vetëm Zvicra, Evropa, por këtë botën me produktet tuaja. Faleminderit bujare, dhe unë ju uroj sukses juve në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe Evergreen Consulting dhe mundësohet nga Blej, shes, marr me qera, jap me qera, blok informuese, kontrata, transparencë, siguri, besim, pron, banes, lokal, patundshmëri, shtëpi, homesearch.mk